Zoti Qori, ju vijoni të merrni pjesë në protestë. Një konkluzion, kjo pjesë kemi këtu momente që kemi deri në fund, do të jetë një konkluzion i këtyre gati 2 muajve. 2 muaj protest pa ndërprerje. Ju merrni pjesë, ç'keni dalluar ju aty thelbësore? Dhe ç'është kjo? Le ta nisim nga Ç'është e mirë e kësaj dhe nëse ka dhe ndonjë gjë që shkon ose duhet rregulluar. Le ta nisim nga protesta e sotme paradite, ku unë besoj që ishte thelbi i gjithçkaje që ka ndodhur në gati 2 muaj protest. Sot ata që nuk i kanë bërë shoqërisë shqiptare, e kanë vjedhur nga spitalet mjetimore, u përballën me mllefin e qytetarëve. Dhe mlefi i qytetarëve ishte veza. Veza është forma më e qytetëruar e mllefit të qytetarëve. Idhet kudo. Në qoftë se në një vend tjetër të botës, një vend të Evropës, do të kishte kaq shumë mllef për korrupsionin, për vjedhjen, për padrejtësinë, për poshtrimin, për manipulimin, sa ka në Shqipëri, siguroj që aty nuk do hidheshin vezë, do hidheshin gur, do hidheshin shkopinj e gjëra më të këqija se kaq. Kjo tregon, përveç se protesta është të jetë e rëndësishme dhe e fortë, tregon dhe një nivel të lartë emancipimi të shoqërisë tonë. Nga ana tjetër, ata që kanë pushtetin, ç'nuk kanë bërë e ç'nuk kanë thënë kundër protestës. Dhe do e nis nga ai që ju e nxorrët pak më, personazhi negativ, që nxorrët pak më herët, Taulant Balla. Taulant Balla, mos gaboj, është drejtuesi i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, pra nuk është një thegjine e rastit që erdhi aty para se të mbyllej dera. Që thonë një farë kuptimi mund të jetë njeriu i 2 i Partisë Socialiste në pushtet, ose pas Edi Ramës i bie të jetë kryetari i grupit parlamentar të PS-s. Dhe Taulant Balla, mes 1001 gomarllëqeve që ka thënë gjatë gjithë kësaj kohe, ka thënë sot disa herë madje diçka të jetë problematike. I ka quajtur protestuesit terroristë. Nuk e kam dëgjuar kurrë në 36 vite pluralizëm në Shqipëri që një forcë politike, mor pas Partia e Punës në 90-91, nuk i quante ata që kishte përballë terrorist. Unë i mbaj më se kam qenë fëmijë, fliste për halabak, për forca të errta, për huligan, por jo për terrorist, sepse gjua është shumë e rëndësishme. Si thot populli ynë, kocka nuk ka e kocka thyen. Se po i the tjetrit terrorist, pastaj me të nuk ka as bisedë, nuk ka as dëgjim, madje nuk ka as arrestim. Se po i the tjetrit terrorist, ai meriton plumbin ballit. Pa qofse një forcë politike, qofse kryetari i grupit parlamentar të partisë në pushtet, i akuzon ata që ka përballë për terrorist, atëherë kjo do të thotë që kjo parti ka për borxh jo vetëm të thotë gjithçka, po edhe të bëjë gjithçka. Dhe nuk është rasti po ashtu, që pasi Taulant Balla i quajti protestuesit terrorist, policia pastaj ju ndërsye vajzave dhe djemve të ri, rrugët e Tiranës, kanë arrestuar 10 prej tyre, i kanë marrë zvarr, i kanë goditur, mes tyre dhe 3 aktivistë televizjes bashkë, i kanë mbajtur me orë të tëra në komisariat. Për ta përshkruar Shqipërinë e kësaj proteste, ju do më lejosh t'i referohem një libër interesant Italo Calvinos, quhet Qytetet e padukshme, ndoshta e keni hasur diku. I njohur italian. Edhe në një nga ato tregimet e tij të shkurtra, Calvinoja flet për 2 qytete në të njëjtin territor. Thot, në njërën anë thot është qyteti i minjve, në anën tjetër është qyteti i dallandysheve. Minjt dhe dallandyshet, thot Calvinoja, kanë ndryshojnë në kohë, kanë dhe raporte dinamike me njëri tjetrin, po vetëm një gjë nuk ndryshon kurrë. Dallandyshet duan gjithmonë të shpëtojnë nga minjt. Pra qyteti i dallandysheve, që do thot qyteti i qytetarëve, i punëtorëve, i supermarketëve të ndershëm, i pensionistëve, i shtresës mesme, i bugjve, dallandyshet, do të shpëtojë nga ky qyteti i minjve, dhe cilët janë minjt, po të marrim figurën e Calvinos. Qeveritarët e korruptuar, oligarkët, krimi organizuar, këta patronazhistët që ndynë rrjetin pranë ata që përfitojnë prej dekadash në kurrizë të qytetarëve në të gjitha dimensionet e veta. Dhe kjo unë mendoj, kjo që po ndodh, këto pothuajse 2 muaj, besoj se është ora e të vërtetës së Shqipërisë. Sot kontradiktat kanë dalë në shesh. Sot asgjë nuk mund të manipulohet më. Sot asgjë nuk mund të fshihet më. Sot asgjë nuk mund të zbukurohet më. Dhe prandaj dhe fytyra dhe gjua e pushtetit është kaq agresive dhe kaq banale. Në mbi 13 vjet që ka qeverisë Edi Rama, ka bërë lloj-lloj maskarallëqesh, pa diskutim. Por nuk është rastësi që gjua e tyre dhe veprimet e tyre janë kaq agresive dhe banale si sot, sepse sot
si kur më parë ka dalë e vërteta në shesh dhe ka dalë kontradikta në shesh. Dikush kishte postuar në rrjetet sociale një foto ku në njërën anë ishin forcat e policisë, makinat e ujit, e spraj, e kështu me radhë, në anën tjetër qytetarët që protestonin. Dhe pyetja ishte shumë e thjeshtë, nga cila anë e gardhit janë? A je nga qyteti i minjve, që të vazhdojnë të gryejnë të mirën e përbashkët dhe përvecojnë, apo je nga qyteti i dallandysheve? Nga shumica dërmuese shoqërisë që do t'jetoj me në një qytet ku ka 2 qytete, ndoshta dhe ky i minjve në Kareati. Dhe mos harro diçka. Dallandyshet, po e them përsëri dhe nuk e zjas më, kanë zgjedhur formën më të qytetëruar të artikulimit të mlefit vet, vezën. Shkon në Itali, shkon në Gjermani, shkon në SBA, shkon në Britaninë e Madhe dhe shif çfarë bëhet në të tilla protesta. Pra popullin, shoqëria e jon ja ka dalë, ndoshta edhe se kemi nxjerrë mësime nga historia. Për shumë arsye. Ja kemi dalë që të protestojmë masivisht, protestojmë në emër të drejtës, në emër të vërtetës, por në thelb paqësisht. Dhe kjo është për të na bërë krenarë të gjitha. Dy analistët në mënyrë sa më koncize, jemi në ditën e 54, sot, konkretisht vijojmë të jemi, sot pam sërish për të plasim në çfarë faze ka hyrë tani protesta. Për mua tani është faza e rezistencës. Protesta duhet bëjt diçka, mendoj, që të qëndroj kështu siç është dhe duket se ajo po qëndron dhe s'ka gjë që mund ta kthejë deri në shtator. Në shtator mendoj që ka një fazë tjetër sepse do kthehen studentët, do kthehen dhe njerëz në punë, do kthehen dhe nga përshtimet koha nuk do jetë më kaq vap. Dhe sigurisht që kjo pra vazhdon formalisht tani ju dhe po, detyra është ta mbajnë gjallë vatrën derisa të vijë shtatori. Shtatori mendoj do jetë shumë ndryshe sepse një valë re masiviteti mund të rikthehet në protestë, ndërkohë kjo qeveri nuk do rrit dot pas skandale, do provokoj turma edhe më të mëdha për të dalë në shesh dhe duket pastaj që kjo nuk do të ndalet dot. Tani këtu kthehet në një lojë në të tilla raste, kur qytetarët ja kanë vendosmërinë që ndrojnë shesh dhe nuk ikin, paktën në Beograd e kemi parë që kanë 2 vjet e ca që qëndrojnë. Atëherë loja me qeverinë këtu është kush qëndron më shumë, kush lodhet. Lodhen protestuesit apo lodhet qeveria. Dhe unë besoj që protestuesit po tregojnë që nuk lodhet dhe duke mos u lodhur protestuesit do vi dita që qeveria do lodhet. Sepse kjo qeveri ndryshe nga shumë tjera në përbot. Qeveria mund të lodhet thua. Do lodhet sepse qeverinë e lodhin skandalet e veta, e lodhin zullumet e veta, e lodh pa fuqia e vet për të pasur legitimitet përballë qytetarit. Unë e di që Edi Rama sot ka një forcë që e mban, sepse ndryshe do kishte rënë që sot. Po ka një gjë që e mban Edi Rama që quhet Sali Berisha. Pa Berishën, ai sot do kishte rënë. Problemi është që i vetëm gjë me cilën e legjitimon veten thotë, ja i ka unë thotë, kush do vi doktori? Vjet mban këtë dojë, e kupton? Si? Bën, domethënë 35 vjet doktori bën çfarë dojë.